Selamu alaikum, besimtarë dhe besimtare, në këtë ditë gjumaje, së bashku po I lutemi Allahut Azze ve Gjell me këtë dua lutje. O Allah, ti je el-a'la më I larti, të lutem, lartëso besimtarët me islam, me iman dhe ihsan. O Allah, ti je më fisniku, më bujari, të lutem, bëj besimtarët bujar, me vetit larta morali, sjellje dhe qëllime fisnike. O Allah, ti je dhuruesi I madh, të lutem dhuro dhe lësho bamirësi në zemrat dhe shpirtat e besimtarve, largo prej tyre zemrimin, baj mirëbërësa në vetveten, familje, shtëpi dhe rrethin ku jetojnë. O Allah, ti je gjithshikuesi, të lutem shikoj besimtarët me mëshirën, rahmetin tënd. O Allah, ti je ai I cili fshin gjunat e robëve tu, el afuf, të lutem shlir gjunat tona, gjunat e prindërve tonë, vëllezërve dhe motrave tona, besimtarve dhe besimtareve. O Allah, ti je el wahhab, dhurues I madh, të lutem na dhuro dashurinë ndaj teje, ja Allah. O Allah, ti je ai I cili u përgjigjesh lutjeve të robërve, pra ti je el mujib, të lutem përgjigju në lutjet tona, duat tona, kërkesat tona dhe nevojat tona. O Allah, na jep sinqeritet në çdo gjë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.